Përshëndetjet më të përzemërta ju sjell ju, qytetarëve dhe qytetarëve të Astirit, të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, në të cilin u fol për ju më shumë se për të gjithë të tjerët. Në Valencia, 2000 delegat që përfaqësonin 86 parti të qendrës djathtë, nga të cilat janë 14 kryeministra në Europë, votuan një zëri rezolutën në mbrojtje të votës suaj, votuan rezolutën në të cilën dënohej me ashpërsinë më të madhe Edi Rama, votuan rezolutën në të cilën i jepet mbështetja më fuqishme opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike, ju jepet ju mbështetja më e madhe që keni patur ndonjëherë që nga themelimi i kësaj partie. Miq, qendresa juaj, angazhimi juaj, përmbysja që po i bëni narkodiktaturës, ka po jehon në Europë dhe në botë. Një përshëndetje kam unë për drejtuesin politik të kësaj zone, përfaqësuesit tuaj të ardhshëm në Parlamentin Shqiptar, pra zotin Klevis Balliu, zotërit Grigels Buçollari dhe zotin Pano, dy djemë të shkëlqyer.